ajo çka I mungon shtetit Kosovës nuk është as qeveria, as presidenca e presidentja. Republikës Kosovës I mungon kuvendi. Fatkeqësisht bloku opozitor nuk shkojnë punë. Ne tjerë gjithë shkojnë punë mëngjes në det. Dhe ne jemi të interesuar që edhe bloku opozitor shkojnë sa më shpejt në punë. Andaj urojmë që legjislatura 11 t'ja filloj dhe kjo varet para së gjithas nga certifikimi I rezultateve. Natyrisht që në javët në vijim do të komunikojmë, do të takojmë e do të bashkëpunojmë me të gjitha subjektet politike të Republikës Kosovës, sepse ne e kemi para së gjithash e mbi të gjitha interesin publik, vullnetin e përgjithshëm dhe Republikën sovrane e të pavarur të Kosovës, të cilës I shërbej me devotshmëri. Pra, llogaritni në neve, jo vetëm në punën që bëjmë, po edhe në bashkëpunimin që do të bëjmë. Ndonë se nuk I di ende emrat se kush është zgjedhur deputet, I uroj që të gjithë në legjislaturën e 11 do të ketë më shumë të deputet, natyrisht nga lëvizjeve të vendosi dhe partnerët tonë të koalicionit parazgjedhor, por I uroj të gjithë deputetët të cilët do të jenë pjesë përbërëse e legjislaturës së 11 e me të cilët do të bashkëpunojmë për të mirën e Republikës, për interesin e qytetarëve tonë. Sonte po kremtojmë gjithë bashkë, krejt për shtet për krejt, sepse e këtil është kushtetueshmëria, por e këtil është edhe bindja jonë si subjekt politik. Ne e kemi piknisje tërësim, atë që është e përbashkët. Dhe kjo është populli I Kosovës. Popullit I shërben Republika dhe pas kësaj fitore të radhës ne sonte do të kremtojmë. Por mos harroni, 8 mëngjes në punë krejt. Të gjitha punët e mira të nisura dhe projektet në proces do t'i vazhdojmë me dinamik të shtuar, do të nisim edhe shumë të tjera të reja në kuadër të zotimeve tona dhe vizionit që e kemi shpalosur para jush në fushat, në takime e tubime për 4 vjeçarin e ardhshëm. Faleminderit edhe një herë për gjithë mbështetjen e ndihmën, gëzuar të gjithëve fitoria e vetëvendosjes, krejt për shtet për krejt, 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 krejt për shtet për krejt. Faleminderit shumë!